Lavdëroni Zotin, se është i mirë. Halleluja. Tema që do mbajmë sot është në lidhje me zilin dhe me të smirën. Janë dy pasione që dëmtojnë jo vetëm atë që ka, por dhe tjetrin. Dhe aq më tepër edhe në komunitetin e krishterë. Zilia dhe çmira si koncepte fetare dhe filozofike lidhen me mënyrën se si njeriu e përjeton dëshirën në krahasim me të tjerët dhe marrëdhënien me të mirën e tjetrit. Le të flasim për zilin. E para, zilia do thotë dëshirë për të pasur atë që ka tjetri. Dhe në traditën e krishterë, zilia konsiderohet si një nga 7 mëkatet kryesore. Ajo shihet si një prirje që të mund të çojë në urrëtie dhe padrejtësi. Po ashtu dhe në kuptimin filozofik, Aristoteli e shikonte zilin si dhimbje që ndjen njeriu kur sheh suksesin ose pasurinë e dikujt tjetër, sidomos kur ai e konsideron veten të barabartë me atë. Pra, në këndvështrimin psikologjik filozofik, zilia shpesh tregon një pasiguri ose një konflikt midis dëshirave tona dhe realitetit. Por le të flasim edhe për çmirën. Çmira është dëshira për të dështuar ose humbur tjetrit të mirën që ka. Pra, është sipas këndvështrimit të krishterë më e keqe se zilia. Dhe në krishterimin shembullin klasik i çmirës ishte Kaini, i cili pati zili dhe kjo zili kaloi në çmirë ndaj vllait të vet Abel. Kështu që kjo çmirë pastaj që ai nuk e kontrolloi në zemrën e vet, bëri që të bënte krimin e parë mbi tokë, ku Kaini vret Abelin. Çmira shihet si një formë më shkatruese në shoqëri. Njeriu nuk kërkon vetëm ngritjen e vetes, por do rënjen e tjetrit. Dhe Emanuel Kant, ky filozof, e trajtoi çmirën si një prirje që bie ndesh me detyrimin moral për respektimin e personit tjetër. Ajo shpesh lidhet me konfliktin midis vetvlerësimit dhe dëshirës për dominim. Dallimi kryesor me zilisë dhe çmirës është kjo. Tek zilia dua atë që ka tjetri, tek çmira nuk dua që tjetri ta ketë këtë. Tek zilia mund të kthehet pra dhe një motiv përmirësimi, për shembull kur ke zilin arritjen e dikujt, kjo ndoshta mund edhe të motivoj që ti të përparosh. Por çmira përkundrazi ka gjithmonë prirje shkatërruese. Zilia përqendrohet tek mungesa ime, kurse çmira përqendrohet te humbja e tjetrit. Zilia mund të jetë e fshehtë dhe pasive, kurse çmira shpeshherë kërkon realisht dhe publikisht dëmtimin e tjetrit. Me një përmbledhje mund themi se zilia është dhimbja për të mirën e tjetrit, ndërsa çmira është dëshira që ajo e mirë të zhduket nga duart e tij. Në aspektin fetar, të dyja shihen si dobësi shpirtërore, ndërsa në filozofi analizohen si probleme të dëshirës, krahasimit dhe marrëdhënies së njeriu me vlerën e vet. Le të japim një shembull sa e keqe është çmira. Thuhet një herë se dikush mori 2 njerëz përpara vetes, të cilët i kishin bërë një të mirë të madhe, dhe i tha të parit: atë që do të jap ty, tjetri do të jap 2 fish, ose do t'ja bëj 2 fish. Ky person i cili e kishte të smirë palën tjetër, shokun e tij, tha: "Me iq mua një sy, që ati ti iqeshin 2 sy." Pra, a e shikoni se ku të çon çmira? Çmira e humbet logjikën dhe ka dëshirë vetëm për t'i bërë keq dikujt tjetër. Por kush është shkaku i çmirës dhe i zilisë? Shkaktari i gjendjes së zilisë dhe të çmirës nuk është vetëm një faktor i vetëm që mund të themi, por në këndvështrimin fetar dhe filozofik ajo shihet si rezultat i ndërthurjes të disa prirjeve të brendshme dhe rrethanave të jashtme. Le ta shikojmë në konceptin fetar. Në shumë tradita fetare dhe veçanërisht në krishterim, burimi kryesor i zilisë dhe i çmirës është egoja e pakontrolluar dhe largimi nga përurësia dhe mirënjohja. Egoja do të thotë uni i fryrë. Pra njeriu mendon vetëm për vete, e bën veten qendër.
Njeriu dëshiron të jetë mbi të tjerët dhe ka të vështirë të pranojë suksesin, bukurinë, pasurinë ose vlerën e dikujt tjetër. Mungesa e mirënjohjes, ku njeriu nuk vlerëson të mirat që ka, ai përqendrohet tek ajo që atij i mungon dhe e shikon tek tjetri. Dëshira e tepruar dhe lakmia. Dëshira për më shumë mund të shndërrohet në një pakënaqësi ndaj të tjerëve, pra në zili, e cila nëse nuk kontrollohet kthehet në çmir. Por mund të vijë edhe si një tundim nga i ligu. Prandaj duhet dim se ishte i ligu i parë, pra djalli, që ra nga parajsa qiellore për shkak të zilisë që kishte për lavdinë e Perëndisë dhe për çmirën. Dhe kështu ai e humbi vendin qiellor, ra në kaos, por ai nuk mbeti në të keqen e vet dhe të ëngjëve të rënë, por këtë zili dhe çmir e injektoi edhe tek njerëzit e parë. Dhe siç e përmendëm, kemi rastin klasik të Kainit, i cili u sulmua nga zilia dhe çmira për vllajën e vet Abel. Zoti e paralajmëroi Kainin dhe i tha: Kain, pasioni i zilis është e zemra jote dhe kërkon të sundoj, por ti duhet ta mposhtësh. Por Kaini nuk e mposhti zilin dhe çmirën për vllajën e vet, dhe siç e dim dhe e tham, ai bëri krimin e parë, e ndoti tokën me gjakun e vllajt të vet Abel. Por filozofia shpesh e shes zilin dhe çmirën si pasojë e mënyrës se si njeriu e ndërton vlerën e vet. Krahasimi me të tjerët, njeriu fillon të mas veten jo me zhvillimin e tij, por me atë që kanë të tjerët. Pasiguria e brendshme, kur vetvlerësimi varet nga epërsia ndaj të tjerëve, suksesi i tjetrit perceptohet si kërcënim. Ndjenja e padrejtësisë, njeriu mund të mendojë, pse ai e ka këtë dhe unë jo, dhe kur nuk e ka, domosdoshmërisht ai këtë e shikon si padrejtësi. Dëshira e një njeriu për të pasur një status dhe një njohje e çon pra në zili dhe çmir. Lufta për prestigj mund ta udhëheq në zili atë. Por në thelb cili është shkaku? Pra, në një formulim më të shkurtuar, ne mund themi se zilia lind kur dëshira për atë që ka tjetri bashkohet me pakënaqësinë ndaj vetes. Çmira lind kur kjo bashkësi, pakënaqësi, shkon më tej dhe kthehet në dëshirë që tjetri të humbas të mirën e tij. Pra, sipas konceptit fetar dhe filozofik, të dyja këto konvergojnë atë që zilia dhe çmira vjen nga egoja e smur, mungesa e vetpranimit të vetes tënde ashtu siç je dhe atë çfarë ke, krahasimi i vazhdueshëm dhe paaftësia për të parë të mirën e tjetrit, pa e ndjerë si kërcënim për veten. Në traditën e krishterë, ne gjithmonë e shikojmë djallin si shkaktar të zilisë dhe çmirës, sepse për shkak të zilisë së djallit erdhi vdekja në botë. Dhe siç thash, kjo zili e djallit u injektua dhe te njerëzit e parë dhe të gjithë fëmijët e Adamit. Kështu që njerëzit e kanë këtë sëmundje të zilisë dhe të çmirës, e kanë të injektuar që në embrionin e tyre, por varet se si ata vinë në këtë jetë, se si ata arriten, edukohen, dhe se si ata e kontrollojnë zilinë e çmirën. Prandaj duhet pasur kujdes, sepse të gjithë pak a shumë e kemi brenda vetes, e zilinë edhe çmirën. Ato e shfaqen, e zhduken. Çështja është që neve duhet t'i kontrollojmë këto, t'i posedojmë, jo të na kontrollojnë dhe na posedojnë. Kur zilia dhe çmira rriten, njeriu mund të mos gëzohet më për suksesin e tjetrit. Kjo krijon mosbesim tek vetja e tij, ftoje në marrëdhënie midis njëri tjetrit, prishje të miqësive dhe lidhjeve familjare. Nxisin përçarje dhe konflikte. Një person i pushtuar nga çmira mund të prap fjalë të këqija, të ul vlerën e tjetrit, pra të përgojojë tjetrin, të krijojë konflikte për dëmtuar dikë. Në shoqëri po ashtu kjo mund të çojë në ndarje, në armiqësi dhe humbje të bashkëpunimit. Në një shoqëri ku dominon zilia, suksesi i tjetrit shihet si kërcënim. Njerëzit mund të pengojnë njëri tjetrin në vend që ta ndihmojnë. Talenti dhe puna e mirë mund të mos vlerësohen. Por zilia dhe çmira dëmtojnë vetë personin që i mban. Sipas mësimeve të krishtera, zilia dhe çmira e elmojnë së pari zemrën e atij
që e përjeton. Është ajo shpreha uthulla e keqe prish enën e vet. E para këto sillin pa kënaqësi të vazhdueshme, marrin qetësinë shpirtërore, e bën njeriu të jetojë duke u krahasuar me tjerët. Në këtë raste ekstreme mund të çojë dhe në padrejtësi ndaj tjetrit, pra deri dhe në krime. Kur smira bëhet e fortë, ajo mund të çojë në shpifje, në sabotim të punës të tjetrit, në dhunë, dëmtim të qëllishëm të tjerëve. Duhet dim se krimi më i madh në botë dhe padrejtësia më e madhe në botë është bërë nga zilia dhe çmira. Dhe nuk e kam fjalën këtu për Abelin, por e kam për Zotin Jezu Krisht. Birin e Perëndisë që u bë bir njeriu, i cili u kryqëzua padrejtësisht nga çmira, nga zilia e krerëve, të cilët e shikonin Krishtin si një rrezik, sepse Isu i fitonte shumë ndjekës dhe popularitet mes njerëzve, ai kritikonte hipokrizinë dhe disa praktika të udhëzëve fetar të asaj kohe, dhe disa prej tyre u friksuan se do humnin ndikimin e tyre. Prandaj, siç na thotë tek Ungjilli sipas Mateut, thuhet se Pilati kuptoi që krerët e kishin dorëzuar Isuin nga çmira, jo nga një, si them, gjykim i drejtë. Prandaj, sipas traditës së krishterë, zilia dhe çmira ishin një nga forcat morale që ndikuan në kundërshtimin ndaj Krishtit, duke e paraqitur si shembull i rrezikut që sjell gjoja në popull. Por nuk ishte gjë tjetër veçse ishte egoja e smur, e skribe, farisejve, kryepriftërinjve të asaj kohe, të cilët e shikonin Krishtin si një rrezik. Si rrezik sepse ai po i merrte njerëzit. Këta ishin mësuar që njerëzit t'i nderonin skripët dhe farisejët dhe kryepriftërinë, dhe kishin frikë se ky nderim dhe ky përfitim nga njerëzit do largohej dhe shkonte te Krishti, prandaj ata u mblodhën të gjithë në një mendje dhe për shkak të zilisë dhe çmirës së përbashkët bën atë gjyq të padrejtë dhe e dënuan Krishtin me kryqëzim. Por edhe në historinë e kishës, çmira dhe zilia fetare kanë bërë shumë të këqija. Madje kanë bërë krime shpirtërore dhe fizike. Dhe fatkeqësisht duhet dim se edhe institucioni kishtar, se kisha në tokë përbëhet nga njerëz, të cilët thash e kanë zilin dhe çmirën, por varet se si e kontrollojnë atë. Po ka raste që ka njerëz të cilët nuk e kontrollojnë. Edhe pse janë në një ambient fetar, kishtar dhe duhet që ta kontrollojnë pasionin e zilisë dhe çmirës, fatkeqësisht e lënë atë të zhvillohet dhe justifikojnë atë. Kështu që kemi ndikime negative nga zilia dhe çmira. E para është përçarja brenda komunitetit fetar. Kur në një komunitet fetar ka zili dhe çmirë dhe kjo tolerohet, atëherë fillojnë ndasit, grupimet, dhe fillojnë edhe konflikte ndaj besimtarve dhe dobësohet uniteti i gjithë komunitetit. Po ashtu lufta për autoritet dhe prestigj. Zilia fetare mund të shfaqet kur dikush nuk pranon suksesin ose dhuntin shpirtërore të tjetrit që është dhuratë e Shpirtit Shenjtë, kërkon të jetë gjithmonë i pari ose më i vlerësuari, e sheh shërbimin fetar si garë dhe jo si porësi. Po ashtu kemi gjykimin dhe përjashtimin e tjerëve. Çmira mund të çojë në dyshimet pa drejta ndaj njerëzve të tjerë, shpifje ndaj atyre që mendojnë se kanë ndikim tek të tjerët, mungesë dashurie dhe mëshire. Po ashtu çmira dhe zilia çojnë në humbjen e qëllimit shpirtëror. Kur zilia hyn në ambientet fetar, rrezikon të zëvendësojë dashurinë me rivalitetin, shërbimin me interesa personale, porosinë me krenarinë. Kemi fatkeqësisht shembull historik konkret që zilia dhe çmira kanë sjellë shumë padrejtësi në njerëz të shenjtë. Pavarësisht se kisha sot i nderon si shenjtor, por në kohën e tyre këta njerëz përballuan një trysni të madhe prej zilisë dhe çmirës. Le të përmendim disa prej tyre. Ndër më të spikatur është Shën Joan Gojarti. Flasim i shekullit të 4, ishte një nga predikuesit më të mëdhenj të kishës së hershme. Ai kritikonte luksin, korrupsionin e disa figurave të fuqishme, si në klerikale, por dhe në pushtet, dhe krijoi shumë armiq, të cilët u mblodhën së bashku dhe nga zilia dhe çmira që kishin dhe për talentin e tij, por dhe për guximin e tij, atëherë i bën një gjyq të padrejtë. U mblodh një sinod me peshkopët e asaj kohe
dhe dënuan si një njeri i cili nuk ishte i përshtatën të drejtonte kishën. Dhe akuza që ata i vun atij sot është qesharake, por atëherë ishte një akuzë se ai nuk di të predikoj. Kush? Shën Joan Gojati, nuk dinte të predikonte. Pra këta njerëz të mbushur nga zilia dhe nga çmira, këta nuk dinin çfarë akuze që t'i bënin dhe i bën këta akuze që i deskriptoi ata gjatë shekujve, por dhe nderojnë Shën Joan Gojatin sepse përveç një predikuesi të madh e bëri dhe një dëshmimtar të madh besimit i cili vdiq rrugës të internimit, pra në një farë mënyre të një martirizimi. Kemi Shën Athanasin e Aleksandris, që edhe ai një mbrojtës i fortë i doktrinës së Trinisë së Shenjtë kundër arianizmit. Edhe ai luftua shumë nga zilia dhe nga çmira, edhe brenda ambienteve fetare. Kemi Shën Hieronimin, i cili është përkthyesi i Biblës në latinisht, të Vulgata, edhe ai pati shumë problematika me figura të tjera të kohës, të cilët kishin zili dhe çmirë aftësitë e tij, elokuencën e tij ose aftësitë e tij për të përkthyer. Kemi Shën Maksim Rufysin, i cili u përball me presione dhe ndëshkime për shkak të qëndrimeve të tij teologjike. Pavarësisht se çështja lidhej kryesisht me debate doktrinale, tradita e krishterë kupton atë si një njeri që vuajti për bindjet e tij, dhe bindjet e tij ishin të vërteta, po njerëzit të cilët e kishin zili dhe çmirë u bashkuan me armiqtë e tij dhe së bashku e linçuan atë dhe pati një jetë pothuajse martirike. Kemi edhe një shenjtor të kohës sotme, të shekullit kaluar, Shën Nektarin e Pentapolit, një nga shembujt më të njohur të sotëm të traditës ortodokse për një klerik që u përball me shpifje, zili dhe çmirë nga rrethet e brendshme kishtare. Ai ishte peshkopi i Pentapolit në kishën ortodokse të Aleksandrisë. Ai fitoi respektin e madh për porosinë e tij dhe për jetën e shenjtë që bënte. Dhe kështu disa figura kishtare, të cilët e shikonin me zili dhe çmirë, duke menduar se ai do t'i zgjidhte vend patriarkut, pra mbas vdekjes patriarkut do vendose ai, kështu që filluan ta përgojonin, të shpifnin për atë. Derisa ai u përjashtua nga patriarkana e Aleksandrisë dhe u detyrua dhe u kthye në Greqi, në Athinë, dhe ai që ishte një peshkop i shenjtë u detyrua të lypte kur i thon për mbijetesën e tij, derisa përfundoi si një prift dhe drejtuesi një shkolle teologjike në Greqi. Qëndroi në hije, por përsëri shenjtëria e tij u shfaq. Dhe sot është një nga shenjtorët më të mëdhenj, i cili ka shkruar edhe për zilin dhe për çmirën, por ai e ka trajtuar zilin dhe çmirën si një pasion dhe një keqkuptim njerëzor dhe e ka mundur zilin me dashurinë dhe faljen ndaj armiqve. Prandaj është dhe një nga shenjtorët më të spikatur të kohëve të sotme. Etri dhe shenjtorët, pra tham, janë përballuar me zilin, e kundërshtuan shpesh dhe kanë qenë figura me ndikim të madh, që sfidonin interesa, zakona dhe mendime të vendosura dhe gabim. Dhe kështu pra dhe këta luftoheshin. Luftoheshin me anë të shpifjes, luftoheshin me anë të përjashtimit, me anë të izolimit, dhe fatkeqësisht kjo ka ndodhur edhe si thash në ambientet fetare dhe kishtare. Asnjëherë nuk duhet krijojmë një ide të gabuar sikur në kishë çdo gjë është perfekt. Jo, sepse ndonjëherë disa njerëz krijojnë një imazh sikur kisha toksore është perfekt. Jo, kisha toksore është me njerëz. Është me njerëz të cilët kanë virtute, por kanë edhe mëkate. Kanë pasione, kanë dobësitë e tyre, që i sjellin edhe brenda ambienteve kishtare. Kështu që edhe në qoftë se shikojmë disa gabime ose skandale, nuk duhet largohemi nga kisha, sepse kisha është trupi i Krishtit dhe kisha është një spital ku shërohen të gjithë, klerikë dhe laik. Nuk janë vetëm laikët smur dhe klerikët janë shëndosh. Jo, të dy palët kanë nevojë për të shëruar dhe të gjithë kalojnë nga procesi i shenjtërimit. Dhe është një proces i gjatë, ka uljet, ka ngritjet e veta, prandaj nuk duhet ta shikojmë kishën si diçka perfekte, ajo është perfekte si trupi i Krishtit, po në aspektin njerëzor, patjetër që ka vend për dëshiruar dhe për të korrigjuar. Vetëm kisha triumfante, kisha qellore është e përsosur. Aty shkojnë vetëm ata që u shenjtëruan në këtë jetë. Ata shkojnë në kishën
qellore. Kurse në kishën toksore jemi të gjithë të ftuar dhe duhet të sfidojmë veten tonë, egon tonë, pasionet tona, edhe një ndërto që është zilia edhe të smira që të shpëtojmë. Por si mund ta mundim ne zilinë e të smira? Se tham që është një pasion që e kemi këtë. Duam apo s'duam ta pranojmë. Mënyra më e mirë për ta mundur zilinë e të smirën është për ulësia. Zilia shpesh ushqet nga mendimi unë duhet të jem më i vlerësuari, më i dëgjuari, më i rëndësishmi se të tjerët. Dhe fatkeqësisht kur njeriu t'i krijon disa rrethana, pra ai ka një pushtet, ka një pëlqim, atëherë patjetër kjo ndikon në egoizmin. Prandaj gjithmonë pushteti është i rrezikshëm ose pëlqimi i njerëzve është i rrezikshëm. Se tha Krishti, mirë ju ku gjithë njerëzit flasin mirë për ju, sepse duhet të kemi kujdes se mos ta hypi vetja në qef. Përpara rënies vjen krenaria, thotë fjalë të urta. Prandaj, mënyra për ta ruajtur veten nga mendimi krenar, që kjo pasaj na çon edhe në zili dhe në smirë të tjerëve, është përulësia, ta mbajmë mendjen të përulur. Përulësia e kthen vëmendjen te shërbimi dhe jo te konkurrenca. Sidomos dhe në marrëdhënie në kishë, ne jemi këtu, kemi ardhur të shërbejmë. Çfarë i tha Zoti Apostull Petrus? Ruaj qinjet e mi, ushqet delet e mia. Pra i dha Apostull Petrus dhe gjithë apostujve që janë si them ambasadorët e Krishtit frymë shërbimi. Të gjithë, si ta Krishti, kush do të jetë i parë, le të bëhet i fundit. Dhe ti shërbej të gjithëve. Ky është i pari. Prandaj, sa më lart kemi një pozitë, aq më shërbim përulësie duhet kemi. Këtë tregoi Krishti, i cili ishte Zoti dhe njeriu dhe i lavi këmbët apostujve. Dhe i tha apostujve, të që bëra unë ta bëni dhe juve. Pra të përulësoheni përpara tjetrit. Pra të përuleni si sklavi përulet pronarit. Pra të ulni veten dhe lartësoni tjetrin. Kjo të shpëton nga krenaria, nga egoizmi, por edhe nga zilia dhe nga çmira. Tjetër, duhet të gëzohemi me dhuntinë e tjetrit. Në kishë sipas mësimit të Shën Pavlit, çdo njeri ka dhunti të ndryshme. Sepse ne këtu kemi dhurata të ndryshme nga Shpirti i Shenjtë, i cili i ka dhënë në kishë që gjithë kisha të funksionojë si një trup. Kështu që të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin. Klerikët për laikët, laikët për klerikët, të gjithë bashkë. Kështu që suksesi dhe aftësia ose përparimi shpirtëror i tjetrit është dhe joni. Ashtu si një trup i gëzohet, ku një nga gjymtyrët e trupit, domethënë lavdërohet, atëherë gjithë trupi ka gëzim dhe ka lavdërim. Dhe kundërta, kur dëmtohet një pjesë e trupit, gjithë trupi vuan. Kështu që nëse dikush nga ne ka një dhuratë, ne duhet ta kemi zili dhe çmirat, sepse ajo dhuratë e tij është dhe jona, sepse është pjesa e trupit, është e komunitetit. Për shembull, dhurata që kanë klerikët për shenjtëruar popullin e Perëndis, nuk do ta shikojmë me zilinë e laikët, sepse ajo është dhuratë për ne, sa ata e përdorin këtë dhuratë jo vetëm për vete, por na shenjtërojnë neve me misteret e kishës. Por edhe kur laikët ka një dhuratë që ja ka dhënë Zoti, klerikët nuk do ta shikojnë me zili dhe çmir, sepse dhe kjo është për kishën, është për ata vetë. Pra, shu pra funksionon trupi i Krishtit, kisha. Pra të gjithë kemi dhurata nga Shpirti i Shenjtë dhe gjitha këto janë në funksion të kishës. Këto nuk e kemi ndarë ne, i ka ndarë Shpirti i Shenjtë. Dhe Shpirti i Shenjtë është ai që jo vetëm kontrollon kishën, por dhe menaxhon kishën. Dhe neve duhet i bindemi këtyre dhuratave dhe patjetër që kisha ka rregull, ka mbikëqyrje, siç janë episkopët, që këto dhurata të Shpirtit të Shenjtë ose priti i një enorie duhet i mirë menaxhoj për mbarvajtjen e gjithë kishës. Një tjetër është lutja për atë që na shkakton zili. Për shembull, nëse kemi një njeri zili, atë çfarë do të bëjmë? Nuk do të vazhdojmë ta kemi zili, edhe nëse nuk e mundim këtë pasion, do ta bëjmë të kundërtën, do lutemi për atë. Do me thënë, për atë që neve e kemi zili dhe shikojmë si një rrezik, ne do lutemi. Kjo lutje ndihmon që ne të krijojmë një lidhje me atë, sepse zilia dhe çmira na ndan. Se shikon tjetrin si rival, e shikon tjetrin si kundërshtar, e shikon tjetrin si armik. Të mëson zilia dhe çmira. Ky është armiku jot, ky është kundërshtari jot. Të duhet ta mënjanosh, të duhet ta largosh, ai duhet të heshti, ty duhet dalësh. Pra, por lutja është bashkim. Bashkim me Zotin, bashkim me njëri tjetrin dhe kështu e zbut,
i jep goditje zilisë dhe çmirës që injekton djallin në zemrën tonë dhe në mendjen tonë. Të dallojmë tundimin nga e vërteta. Shpesh na krijon tundime për gjëra që nuk janë të vërteta. Domethënë na krijon mendime për tjetrin, sikur tjetri ka diçka kundër nesh. Na ndodh kjo. Sigur ai për shembull zot më flasi me gojë, ose ai më shikon shtrëmbët, ose ai çka ka me mua. Këto janë mendime që mund na vinë. Atëherë çfarë do bëjmë? Nuk do t'i pranojmë menjëherë këto. Por duhet t'i konstatojmë, a janë të vërteta, a ka diçka dikush me mua, apo kjo është thjesht ideja ime? Dhe kështu pra duhet ta tundimin ta kontrollojmë me të vërtetën, me realitetin, jo me ëndra. Pash një ëndër unë që kur tjetri është amiku im dhe tani zgjohem unë dhe ta shikoj si amikun tim atë. Kjo nuk duhet jetë. Çdo mendim duhet shqyrtohet me qetësi, sepse jo çdo ndjenjë që lind brenda nesh është domosdoshmërisht e drejtë. Të shmangësh gjykimin dhe thashethemet. Një tjetër mënyrë. Shpesh zilia rritet përmes fjalëve dhe pas shpine që bëhen ndaj tjetrit. Ruajtja e gjuhës është një nga mbrojtësit më të mëdha kundër çmirës dhe zilisë. Si thot apostulli Jakovi, gjua është si zjarri i ferrit. Një zjarr i vogël, çfarë pyll të madh që djeg. Një fjalë e thënë pa kontroll, e thënë si një thashethem, ajo përhapet dhe i bën tjetrit një dëm shumë të madh. Prandaj duhet edhe të shmangim gjykimet dhe thashethemet, se këto ushqejnë zilin dhe çmirën. Dhe të kuptojmë qëllimin, për çfarë jemi këtu në kishën. Kisha nuk është vend për gara personale, por kisha është vend sakrifice. Këtu gjithë kemi ardhur ta sakrifikojmë jetën tonë për Zotin dhe për tjetrin, duke filluar që nga klerikët te laikët. Më i larti, dhe deri tek më i ulti si status, mund të themi. Të gjithë ne jemi për të sakrifikuar. Prandaj, në kishë ne vim për lutje, vim për shërbim, vim për dashuri, vim për rritje shpirtërore. Nuk vim kemi konkurrencë. Nuk kemi këtu tani të luftojmë njëri tjetrin. Nuk është kjo kisha. Nuk është vendi i karrierës kisha. Kush e mendon kishën si një vend karriere që të fitoj famë, fitoj lavdi ose fitoj mirëqenie, gabohet. Ndoshta për momentin dhe mund t'i arrijë, por do rrëzohet. Do ta rrëzojë vetë e keqja atij dhe vetë Zoti që e menaxhon kishën. Krishti është në kishë në mënyrë të padukshme. Kisha është e Krishtit. Ai nuk zëvendësohet. Unë do jem me ju deri në fund të botës. Dhe Krishti ndryn, se nuk e lë kur e shikon që dëmtohet trupi i tij, atëherë ndryn. Ashtu si ndryrim dhe ne trupin ton, kur shikojmë që trupi ynë ka marrë një virus, atëherë ne veprojmë. Kështu edhe Krishti vepron në trupin e tij për të larguar virusin e çmirës dhe zilisë, karrierës, ose përfitimit të padrejtë. Të pranojmë plagët dhe dobësitë tona, një tjetër mënyrë. Ndonjëherë zilia tregon një dhimbje të fshehur, dëshirë për të vlerësuar, frikë se nuk jemi të rëndësishëm ose mungesën e paqes së brendshme. Këto janë si them ato çfarë ne i kemi brenda vetes sonë. Njohja e këtyre gjërave ndihmon në shërimin shpirtëror. Kur ne kemi këto probleme, atëherë kemi zili dhe çmirë që ne i shkakton këto probleme. Dhe kështu neve nuk duhet të mbetemi thjesht si përfaqësor. Të jemi të guximshëm, të bëjmë një autopsi vetes tonë, të bëjmë një skaner vetes sonë. Ore, kam këtë gjë. Pse më vjen kjo? Pse kam të shqetësim sa herë që e shikoj këtë person? Pse kam një lloj alergjie? Pse kam një lloj reaksioni? Pse më vjen? Jam unë fajtor ose është ai? Kush është? Dhe duhet jemi të vërtet me veten. Sepse shpesh ne jemi shumë si përfaqësor me veten. Merremi me problemet e botës, me probleme globale dhe nuk merremi me problemet tona. Po çfarë tha Krishti? Hipokritët, hiqet trari nga syri yt, pastaj shiko ashtën te syri i tjetrit. Domethënë kemi një punë shumë madhe me veten tonë. Dhe me zilin dhe me çmirën për t'i shkullur këto pasione. Çfarë thonë shenjtorët? Shën Porfiri, mos lufto me errësirën e tjetrit, duke lejuar atë të hyjë në zemrën tënde. Ruaj dritën e Krishtit brenda vetes. Pra, çdo të thotë, mos u merr me tjetrin. Sepse ne duke marrë me tjetrin dhe me dobësitë e tjerëve, to dobësitë të tjerëve na bën dobësitë tona pastaj. Atëherë çfarë thotë? Merru me veten. Bashkohu me Krishtin. Thotë Shën Jangu i Arti një fjalë shumë të bukur që disa njerëz thotë shqetësohen thotë për kishën sikur është bër pis, jo nga ana pis kështu e plerave fizike, por
pjesë nga ana morale, do me thënë njerëz mëkatar, hynë, dalin, kishe gjitha. Dhe shënjo Angujarti thot, pastro veten, ke pastruar një pjesë të kishës. Pra çfarë duhet bëjmë? Duhet merremi me veten. Po shenjtëruam veten, do shenjtërojë edhe të tjerët që janë pranë nesh. Si thot Shën Serafimi Sarobi, fito paqen me veten dhe mirat të tjerë rreth teje do të kenë paqe. Por ata që janë viktimat më të mëdhenj të zilisë dhe të çmirës, nuk janë ata që ju drejtohet zilia dhe çmira, por ata që e mbartin zilinë dhe çmirën. Ata vuajnë më shumë nga të gjithë. Ajo është si një ndryshk, thon shenjtorët, që e gryen hekurin. Kështu se zilia dhe çmira gryen zemrën. Një njeri që ka zili dhe çmirë kur nuk është i qetë. Ai gjithmonë ka mendime, ka luftë të brendshme, ka kundërshtime, shikon armiq, gjithmonë e shikon, nuk është i qetë. Dhe kur një njeri nuk është i qetë, kur njeri dëmton veten e vet, si do të ndërtoj shtëpinë ndihmoj tjetrin? Nuk mund ndërtoj shtëpinë e tjetrit duke prishur shtëpinë tënde. Ose si e përsërisim me atë shprehje, uthulla e keqe prish enën e vet. Por le të flasim dhe për këta që janë të viktimizuar nga zilia dhe çmira. Se thamë që ka shenjtor që u viktimizuan nga zilia dhe çmira, njerëz të shenjtë. Kështu që nuk mund të përjashtojmë që dhe neve mund viktimizohemi ose të viktimizojmë të tjerët. Por e para ata që janë të viktima të zilisë dhe çmirës nga tjetri, përballen me një sprovë të veçantë, sepse mund të ndihen të padrejtësuar, të refuzuar, të sulmuar pa arsye, dhe në këndvështrimin e krishterë këshilla është që personi të ruaj zemrën e tij pa lejuar që padrejësia e tij ta kthejë atë në zemrim dhe urrëtie. Sepse gjëja e parë që ne bëjmë fatkeqësisht është si ligji italionit, sy për sy dhe dhëm për dhëm. Pra ai të lufton, ti duhet ta luftosh. Jo, nuk duhet të jetë kjo. Kur e keqja nuk luftohet me të keqe. E keqja luftohet me të mirë. Dhe çdo të thotë, të mos ta kthejmë të keqen me të keqe. Një nga mësimet qendrore të Zotit Krisht është mos i përgjigjemi urrëties me urrëtie. Kjo nuk do të thotë se të pranohet padrejtësia, por të mos lejohet që ajo të shkatërrojë paqen e brendshme. Sepse ndonjëherë viktima kthehet në viktimizues. Po e kthejmë të keqen me të keqe, do bëjmë edhe ne viktimizues të tjetrit, jo vetëm viktim. Të ruajmë dinjitetin dhe qetësinë. Kur dikush sulmohet nga zilia, nuk duhet të humbas vlerat e veta, duhet vazhdoj të bëjë të mirën, duhet shmang reagimet e impulseve të tjetrit dhe të vetat dhe të mos ushqej konfliktin. Të kërkoj të vërtetën me urtësi. Falja nuk do thotë të eshësh gjithmonë ndaj së vërtetës. Nëse ka shpifje, nëse ka padrejsi, nëse ka akuza, atëherë, siç kanë bërë dhe shenjtorët, ne do ta kërkojmë të vërtetën. Që unë këtë nuk e kam thënë, unë këtë nuk e kam bërë, kjo nuk është e vërtetë. Por jo ta kërkojmë duke bërë rrëmuj, me dinjitet, me qetësi, me paqe. Të mos bjem në vetë fajsi. Ndonjëherë djalli na çon në dëshpërim. Edhe ky është një rrezik tjetër, ku na sulmojnë nga zilia dhe çmira, duke akuzuar veten padrejtisht. Mirë është të akuzojnë veten që ta marrin për ulur, por asnjëherë jo deri aty sa ta denigrojnë veten dhe ta çojnë veten në një faj që s'kemi bërë, dhe ta akuzojnë veten për një gjë që nuk është. Si thotë Shën Pajisa Gjoriti, në qoftë se dikush ka diçka kundër teje, atëherë kontrollo veten. Në qoftë se ti e shikon që je në rregull, rri në paqe. Mos e prish qetësinë. Pra mos i krijo vetë një depresion të kot, sepse tjetri tha një fjalë kundër teje ose ka një mendim, problemi i tij. Por pra duhet i ruhemi dhe këndvështrimit ose reagimit në vetë fajsim deri në dëshpërim që mund të kalojë edhe në depresion. Të kërkojmë mbështetje shpirtërore. Siç do të thënë. Pra duhet ta ndajmë me tjerët, shkojmë ta rrëfejmë të. Pra të rrëfejmë të ndjesi që ndjejmë kur dikush na ka zili dhe çmirë dhe na lufton padrejtisht, ta rrëfejmë. Dhe të kërkojmë mbështetje, lutje ndaj të tjerëve, këshilla, sidomos nga ati rrëfys ose nga një atë shpirtëror, dhe kështu që të përballojmë me qetësi luftën e zilisë dhe të çmirës. Dhe mbi të gjitha të mos humbasim thirrjen tonë. Shëndektari i Pedapolit, pra që është një shembull i kohëve të fundit, ai thoshte se shpifja dhe zilia e tjerëve nuk duhet ta ndalojë njeriu nga shërbimi dhe rruga e tij shpirtërore. Pra, nëse njerëzit na kanë zili dhe çmirë, dhe kjo zili dhe çmirë na kërkon një pengesë për përparimin ton shpirtëror ose shërbimin ton në kish, në komunitet, ne nuk duhet ndalojmë,
se tjerë nuk duan. Jo, ne nuk kemi bërë kontratë me njerëzit. Ne kemi bërë kontratin me Krishtin në kishë. Pra, do me thënë, Krishti na ka thirrur se cili për nesh që të shërbejmë atij dhe kishës atij. Dhe nuk do largohemi neve se dikush nuk do. Ne mos doj. Ne do vazhdojmë punën tonë. Do me thënë punën tonë brenda rregullit, brenda disiplinës kishtare, brenda bekimit, brenda uratave, gjitha, por jo të heshtim. Prandaj dhe kjo është një nga rrugët që duhet ndjekim. Le të flasim edhe në fund si përfundojnë ziliqarët dhe çmirëzit, ata të cilët nuk e heqin zilin dhe çmirën nga vetja e tyre. Në këndvështrimin fetar, zilia dhe çmira ose ata që janë ziliqarë dhe çmirëzi që nuk pendohen, ata përshkruhen si njerëz që rrezikojnë radh parë veten e tyre dhe dëmtojnë shpirtin, jetën e tyre dhe ka një fund shumë të hidhur. Tham që ziliqar dhe i pari ishte djalli. Dhe djalli e humbi edhe parajsin qellore, lavdin dhe nderin që kishe dhe i krijoi vetes ferrin. Kështu që mos presim që një ziliqar dhe një çmirëzi i cili nuk e kontrollon veten, nuk e largon këtë pasion, atëre ai do ketë një fund më të mirë se djalli. Patjetër, do shkoj bashkë me djallin dhe do vuaj përjetësisht zilin dhe çmirën e tij në ferr. Përjetësisht. Pse thot Zoti krimbi që nuk dalon kurrë? Çfarë është krimbi? Është ai krimbi që, si them, të ha përjetësisht, të kontrollon përjetësisht në atë kontrollin e ndërgjegjes, që ti bëre diçka të gabuar në jetë. Dhe mendoj përjetësisht të vuash nga zilia dhe nga çmira. Dhe kur mos të shërohesh. Sepse në ferr nuk ka korrigjim. Njeriu mbetet ashtu siç është. Po ike nga kjo botë me zili dhe me çmirë, zilia dhe çmira do të shoqëroj përjetësisht. Do ndaj nga Zoti, do ndaj nga njerëzit, prandaj dhe në ferr nuk ka shoqëri. Njerëzit janë të veçuar. Dhe do vuash shpirtërisht, por në gjalljen e të vdekurve do vuash dhe trupërisht. Sepse në parajs do shijojmë edhe me shpirt dhe me trup, dhe në kundërta edhe në ferr do të vuajnë njerëzit me shpirt edhe me trup. Etrit e kishës paralajmërojnë pasoja të rrezikshme për ata që mbeten në çmirë dhe në zili. Por për ata të cilët e durojnë zilin dhe çmirën, patjetër që Zoti Krisht ka premtuar. Lum juve, thot, kur ju shajnë, ju përndjekin. Dhe ju thonë të gjithë të zezat kundër jush për shkak të emrit tim, gëzoni dhe gazulloni, si shpërblimi i madh ju pret në qiell. Kështu kanë vepruar dhe me profetët. Kështu kanë vepruar dhe me shenjtorët. Prandaj, kur dikush na lufton nga zilia dhe nga çmira, nuk do e shikojmë si fatkesi. Nuk shikojmë sikur Zoti na ka braktisur neve. Jo, përkundrazi. Zoti po lejon nga e keqja e tjerëve na bën një mirë e madhe, që do të thotë që nëse ne do durojmë si duroi dhe Krishti, si duruan dhe apostujt, si duruan shenjtorët, dhe nuk do ta luftojmë të keqe me të keqe, atëherë neve një mirë e madhe na pret në qiell. Nëse në tokë ne nuk do kemi nder, deri në fund do jemi njerëz që do na lënë mënjan, do na luftojnë, do na stigmatizojnë, por padrejtisht, por na pret një lavdi e madhe në qiell. Çfarë kuptimi këtu ti kesh të gjitha nderet, të gjitha lavdit, e të gjitha, si të them, pëlqimet e njerëzve, kur shkosh te Krishti, do kesh një tjetër gjykim. Gjykimi i Krishtit ndryshe nga gjykimi i njerëzve. Gjykimi i Krishtit është kur ne jetojmë, flasim dhe bëjmë si Krishti, si apostujt dhe shenjtorët, të cilët u luftuan nga zilia dhe nga çmira. Prandaj, duke i pasur parasysh këto gjëra, mos të dekurajohemi ose të dëshpërohemi kur luftohemi nga zilia dhe çmira. Dhe në qoftë të se, dhe ky është problemi më i madh, zilia dhe çmira është brenda nesh. Mos ta tolerojmë, mos ta ushqejmë të bish, që bëri Kainin vrasës, që i bëri farisejnë kriminal, që i bëri dhe brenda ambienteve kishtare, të bëjmë padrejtësira, të bëjmë krime kundër shenjtorëve të mëdhenj. Dhe kjo nuk është një histori që ka mbaruar. Fatkesisht, kjo rikthehet edhe brenda komunitetit fetar, edhe brenda ambienteve kishtare. Prandaj, le ta përfundojmë këtë temë, që është temë shumë e gjerë, dhe ne nuk mund të jemi do të gjitha gjërat, me atë çfarë thon shenjtorët. Shikoni çfarë thot Shën Agustini i Hipos. Zilia është trishtimi për lumturinë e tjetrit.
Shën Johan Gojarti, zilia është një sëmundje e shpirtit sepse ai nuk lejon që njeriu të gëzohet për të mirën e tjetrit. Shën Vasili Madh, mos i shiko të mirën e tjetrit me sy të keq. Mëso të falenderosh për dhuratat që Zoti u jep të gjithëve. Një tjetër shenjtor, ashtu si ndryshku ha ekurin, ashtu zilia ha shpirtin që e mban atë. Dhe një tjetër thënie e etërve, zilia nuk e zbuglon atë që tjetri ka, ajo vetëm varfëron zemrën e atij që e ndjen. Pra le ta mbyllim me fjalën që na thuhet në Shkrimin e Shenjtë. Dashuria nuk ka zili. Amin. Love